Mbrëma! Dashur miq, mbrëma, faleminderit që na ardhusonte në të festën madhe në Eagle Summer Nights. Do të është kënaqësi që kemi këtu. Fillimisht do të falenderoj DJ-a Disha i cili na bëri nxjerrjen para se i ftuar jonë special Lorën Kult të dalë në të skenë dhe të kërë promocione për ju. Do të se është nata e pare Eagle Summer Nights, duhet ishte e dyta, në fakt në Shqipëri ka ndodhur diçka e rëndë dhe ju e dini, ne si Eagle Mobile nuk ishim se si të mos solidarizoheshim me ditën e zis për ata punonjës policie që ju thojnë që respektojnë një duar shpërtisje të madhe. Megjithatë grupi të cilin kishim ftuar këtu, Matton, dyshja e njohur norvegjeze, ishte në Shqipëri, erdhi këtu në Tropikal dhe ka lënë një mesazh për ju. Ta ndjeni. Dhe i përtojnë se do të jeni edhe net të bukura në Eagle Summer Nights. Unë për këtë nga rasti, të ftoj këtu drejtorin e përgjithshëm të Eagle Mobile, zotin Alita Shën, arkitektin i cili së bashku me skuadrën e tij ka sjell operatorin më rinor të telefonisë celulare, i cili shënon sot abonentin e 500.000. Eagle Mobile, as you know, just 1 year old, very young company like you. Eagle Mobile është një kompani e re, është një kompani rinore, ashtu siç jeni edhe ju. We are very happy. We are just celebrating 500,000 subscribers today. Dhe është një kënaqësi për ne që sot festojmë 500,000 abonenë në gjithë Shqipërinë që na dëgjojnë ju. We are growing very fast. Po rriteni shumë shpejt. I believe next summer we will celebrate 1,000,000 subscribers together with you. Dhe jam I sigurt që verës tjetër ne do të numërojmë së bashku, do të krijojmë familjen tonë 1,000,000 abonenë. We are growing together with you. Thank you very much. Ne jemi së bashku me ju, faleminderit. Për këtë nga rasti të ftoj edhe abonentin e 500.000 zotin Andi Ceku, I cili ka ardhur këtu dhe na ka nderuar. Ja, dua tek simbolike. Thank you very much. Faleminderit Eagle. Sot jam unë fituesi mes një nga juve. Faleminderit. Have fun. Dashur miq, në fakt nuk kemi ardhur për të folur shumë, po e mbyll këtu pas pak për ju. Lorën Kult. Bëni qef.